humba, do ta kisha shit, aq shumë të Mund shtyhesh 2 cm tukje. I nderuar Zoti Kryeminist Rama, e nderuar Zonja Ministre Manastirliu, të nderuar pjesëmarrës, ndihemi privilegjuar të çel këtë kongres të shëndetësisë me pjesëmarrje kaq të gjerë. Unë jam Kianda Elfinoria, mjeke neurologe. Mjekësia ka qenë gjithmonë në ndrajime dhe gjithmonë kam patur aspiratën të bëhem një mjeke specialiste e zonja. Me hapjen e kuotave të specializimit, aplikova në konkurs dhe jam e lumtur që fitova degën që kisha pasion, neurologjin. Periudha e specializimit ka qenë një periudhë sa impenjative, po dhe aq e bukur për mua, ku fal stafit të neurologjisë jam rritur profesionalisht. Pas përfundimit të specializimit, shpallet thirrja për mjek specialist pranë spitalit të ri të sapo ndërtuar Memorial Fier. Me njëherë aplikova me dëshirën e madhe për të nisur karrierën time profesionale pra një investimi bashkëkohor e modern e me veçantinë e tij të punuarit me mjek të huaj. Sot vazhdoj të jem pjesë e Memorialit. Jam e lumtur që dëshirat e mia profesionale u realizuan dhe po vazhdojnë rrugën e tyre drejt realizimit. Në Memorial pata mundësinë të ushtroj aftësitë e mia në shërbim të pacientëve dhe të rritem profesionalisht dita ditës. Memoriali është një fanar ndriçues për të gjithë sistemin shëndetësor publik në rajonin e Jugut. Pse do thoni? Sepse ne sot, fal punës sonë, dijeve dhe eksperiencës e ekipit turk, kemi arritur të sjellim ndryshimin. 25 qytetarëve të parë u është kryer me sukses procedura e trombolizës intravenoze. 6 qytetarët e parë kanë përfituar nga procedura e angiografisë cerebrale diagnostikuese dhe janë me qindra pacientë të cilët sot diagnostikohen në kohë reale fal ekzaminimeve të ndryshme që realizohen në spitalin tonë. Kontributi im nuk përfundon këtu, ai do të vazhdoj më tej. E para se jam e re në moshë dhe e dyta se duke punuar në një ekip të përbashkët turko-shqiptar, do të rritemi vazhdimisht profesionalisht. Dhe kjo gjë do të vihet në shërbim të njerëzve të vendit tim. Sot më jepet mundësia të ftoj dhe të them të gjithë mjekëve të rinj të bëjmë pjesë e Memorialit dhe pjesë e sistemit ton publik shëndetësor, që ka ndryshuar qasjen ndaj ofrimit të shërbimeve shëndetësore. Ju faleminderit për mundësinë që më dhat për të prezantuar veten dhe punën në Memorialin tonë. Ju uroj të gjithëve kongres të suksesshëm. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Indrit Jaupaj, infermier pranë qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore. Unë e kam mbaruar universitetin në vitin 2009. Në moment që zgjodha këtë deg, nuk është se ishte shumë i qartë për ato vështirësi që do më prisnin, por dhe për kënaqësinë që do merrja nga ky profesion, duke shërbyer për gjën më të rëndësishme të njeriut, jetën. Kam punuar në pavione të vështira, siç është reanimacion, patologji në spitalin e Vlorës.
por prej vitit 2016 jam pjesë e urgjencës kombëtare. Pjesë e një vizioni të ri, një strukturë në nisje komplekse, por me një vizion drejt së ardhmes të asaj që do të përfaqësoj sot, një strukturë dinjitoze në shërbim të pacientit kudo që ai ndodhet. Pjesa e të qenit në urgjencën kombëtare mori një dimension të ri për pjesën e infermierit. Ai ishte kudo, ishte në sallë, ishte në teren, ishte në autoambulancë, ishte në helikopter. Teknologjia e re, por dhe mjetet e reja, siç janë autoambulancat moderne, na bërën që ne të përshtateshim me këtë teknologji të re. Sot në botë, infermieri ka marrë një tjetër dimension. Kërkesa e madhe për shërbim ndaj njerëzve është rritur, dhe kjo kërkon një rol të ri të infermierit. Por, sot infermieri nuk është thjesht një pozicion pune. Infermieri është një pedagog, është një kërkues shkencor. Infermieri është një karrierë së ardhmes. Besoj se ka ardhur koha që dhe këtu, në vendin tonë, ne t'i bëjmë të gjitha këto, me një qasje të re dhe disa kompetenca dhe përcaktimi mirë i një roli të infermierit, ne mund t'i arrim këto. Unë besoj se si unë si infermier, qoftë dhe mjekët, ne mund të punojmë në Shqipëri. Ne mund të japim, ne mund të përshtatemi, mund të shërbejmë popullit tonë dhe mund të rrisim cilësinë e shërbimit shëndetësor të vendit tonë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, jam Bledi Masati, jam kirurg i përgjithshëm. Ju falenderoj për ftesën që më bot për të marrë pjesë në një event kaq të rëndësishëm të mjekësisë shqiptare për të diskutuar perspektiva të rëndësishme për zhvillimin e mjekësisë shqiptare. Kam haruar Fakultetin e Mjekësisë në vitin 2011 dhe në pritje të fillimit të specializimeve afatgjata, të cilat mu desh të prisja për rreth 3 vjet e gjys, konkursi nuk po hapi, vazhdova rrugtimin tim si mjek i përgjithshëm. Në vitin 2014 konkurova në specializimet që u hapën dhe fitova të që doja kirurgjinë e përgjithshme. Dhe jam atashuar në njërën prej klinikave më elitare të kirurgjisë përgjithshme në Shqipëri, në klinikën e parë të kirurgjisë, ku kam kaluar 4 vite. Kam kaluar 4 vite shumë të rëndësishme të formimit dhe të edukimit tim profesional. Dhe në kontratën që kisha me Ministrinë e Shëndetësisë, shërbeva dhe ushtrova detyrën time të kirurgut përgjithshëm në Spitalin Rajonal të Korçës. Të them drejtën, përpara se të nisesha në Korçë, isha shumë skeptik se çfarë do gjeja, çfarë kolegësh, çfarë spitali do gjeja. Them me bindje edhe sot që jam larguar prej atij spitali, gjeta një spital model dhe me kirurg të tillë, të cilët e ngritëm kirurgjinë e atij spitali edhe nëpërmjet metodave dhe teknikave mini-invazive si kirurgjia laparoskopike, duke shtuar numrin dhe gamën e kësaj lloji kirurgjie, por përveç kësaj edhe kirurgji të tjera, të cilat i kishim aplikuar në klinikën e parë të kirurgjisë, siç është kirurgjia onkologjike. Shërbeva për rreth 4 vjet në atë spital, më erdhi keq që u largova. Sot jam kirurg i përgjithshëm pranë Spitalit Universitar të Traumës. Gjithmonë kam dashur që të jem pjesë e një spitali universitar terciar, të them drejtën, për ta ushtruar profesionin tim të mjekut. Dhe kjo u realizua, u bë e mundur. Aktualisht vazhdojmë dhe kemi bashkëpunim me Spitalin Rajonal të Korçës nëpërmjet sistemit patronazhimit, duke e mbuluar plotësisht të gjithë atë pjesë të shërbimit që ekziston atje. Vazhdimisht është diskutuar për lëvizjen migratore të mjekëve. Asnjëherë nuk e kam menduar lëvizjen time nga vendi për të ushtruar profesionin e kirurgut jashtë vendit. Për arsye sepse gjithmonë kam pasur mendimin që lëvizja e një mjeku apo e mjekëve në tërësi ka një efekt negativ në zinxhirin social shoqëror. Jam i bindur dhe përcjell një mesazh të gjithë të rinjtë dhe të gjithë kolegët që ashtu sikurse unë e kam gjetur venten mirë pjesë e këtij shërbimi, të
përpiqen që të ushtrohen dhe të ushtrojnë profesionin e tyre të nderuar, profesionin e mjekut në Shqipëri, sepse nuk ka më mirë se sa në vendin tënd për të punuar. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Rubin Mullaj, student në Universitetin e Mjekësisë në vitin e 6. Para 6 viteve mora vendimin për të studiuar mjekësi dhe kujdo që i tregoja këtë vendim që unë kisha marrë, më thoshte se kisha një rrugtim shumë të gjatë për të bërë përpara dhe mjaft të vështirë. Me të vërtetë të studiosh mjekësi kërkon shumë impenjim, kuriozitet të vazhdueshëm për të mësuar se si është i ndërtuar trupi i njeriut, mënyrën e funksionimit të tij, zhvillimin e sëmundjeve dhe trajtimin e tyre. Përpos kësaj, aspekti tjetër shumë i rëndësishëm është ai i komunikimit me njerëzit, ana njerëzore, shembull për të cilin kemi patur gjithmonë profesorët tanë dhe gjithë mjekët e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, të cilët kanë qenë për herë të gatshëm për të na ndihmuar dhe këshilluar gjatë formimit tonë mjekësor edhe në momente të vështira si ai i pandemisë apo periudhës së tërmetit. Eksperienca praktike si student mjekësie të sjell para momenteve shumë të veçanta për jetën e një pacienti. Momente të tilla si ardha në jetë e një fëmie, gëzimi prindërve teksa i thua që fëmia e tyre po shërohet, apo lumturia dhe shpresa që sheh tek sytë e një pacienti me sëmundje tumorale, teksa i thua që terapia po ecën mirë dhe së bashku do t'ja dalim. Të studiosh mjekësi të bën të reflektosh mbi jetën, mbi bukurinë e saj, shenjtërinë e saj dhe në të njëjtën kohë dhe brishtësinë që ajo ka. Të studiosh mjekësi do të thotë që të marrësh përsipër përgjegjësinë për të bërë një shpatull e ngrohtë për pacientin, për familjarët e tij, për t'u dhënë atyre shpresë për jetën dhe për të lënë një shenjë në jetën e tyre. Tani që jam në përfundim të studimeve të mia, e them me bindjen e plot se kam marrë drejtimin e duhur në jetë dhe kam bërë zgjidhjen e duhur. Gjithçka sa thash më sipër, kam shumë dëshirë që ta praktikoj pranë qytetarëve tanë. Nuk e mendoj largimin tim nga Shqipëria dhe mendoj se të gjithë ne së bashku mund të realizojmë diçka të bukur për të përmirësuar çdo drejtim të jetës në Shqipëri, duke dashur vendin tonë nga pak për ditë dhe duke bërë nga një gest mirësie për çdo që na rrethon, për njerëzit që i njohim dhe ata që do të njohim në të ardhmen. Për mua nuk ka më bukur se sa të studiosh mjekësi, të arrish të aftësohesh për të qenë forca e dikujt kur ai të ndihet i dobët dhe të jesh pranë njerëzve të tu dhe të dëgjosh në shqip fjalën faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, emri im është Alesia Mehmeti dhe jam specializante e vitit të 4 pranë shërbimit të kardiokirurgjisë në Spitalin Nën Tereza. Faleminderit. Një nga problemet kryesore që kam pasur gjithmonë me prezantimin tim gjatë viteve akademike ka qenë disbalanca që ka midis emrit tim tipikisht perëndimor, Alesia, dhe mbiemrit me origjinë tërësisht lindore, Mehmeti, që besoj se tregon qartë aspiratat e dy prindërve shqiptar emigrant në Itali në vitet 90. Unë kam lindur në Itali, por prindrit e mi vendosën të ktheheshin në vitin 98 në Vlorë, pasi kuptuan se jeta e emigrantëve në Itali nuk ishte ashtu siç e kishin imagjinuar në vitet e tranzicionit. Besoj se kjo ka qenë një nga arsyet kryesore pse unë nuk e kam synuar ndonjëherë shkollimin ose punësimin jashtë, pasi e kisha shumë të qartë boshllëkun dhe humbjen e identitetit që pëson një individ në qoftë se nuk kontribon dhe nuk punon për vendin e tij. Faleminderit. Pasioni im për mjekësinë ka filluar në vitet e gjimnazit, në fillim si një sfidë me veten dhe më tej si një thirrje e brendshme gati mistike që besoj të gjithë ne mjekët e ndjejmë ende pa u bërë mjek. Dua të them që ka vazhduar realisht si një rrugë e gjatë me sfida, me pengesa, duke filluar që nga mosdakortësia e prindërve të mi në fillim për ta vazhduar si deg, duke menduar si një deg të gjatë, të stërmëngimshme, dhe sfida më e madhe ka qenë zgjedhja e specializimit, kardiokirurgjisë. Jo rrallë herë kam dëgjuar shprehje të tipit nuk është kirurgjia e zemrës për femra, kirurgjia është punë meshkujsh, nuk doja dalësh, është punë e rëndë, është punë stresuese. Por dua të them që në qoftë se në fund të vitit tjetër, kur përfundoj specializimin, do të arrit të bëhem pjesë e ekipeve operatore pranë shërbimit të kardiokirurgjisë në Spitalin Nën Tereza, do të jem sidomos mirënjohëse për këto shprehje ndonjëherë demotivuese të cilat në fund
u kthyen në motivimin dhe në forcën time më të madhe për të ecur përpara. Të jesh femër në një fushë të dominuar tërësisht nga meshkujt, do të thotë shpeshherë që të duhet të punosh dy fishin, të sakrifikosh dy fishin për të treguar veten dhe për të nxjerrë veten në pa. Megjithatë, më duhet të përmend që këto 4 vjet, pranë shërbimit të kardiokirurgjisë në Spitalin Nën Tereza për mua kanë qenë fat më vete, sepse kam pasur mundësinë të jem pjesë e një shërbimi elitar të krahasueshëm me si motrat e veta në rajon dhe në Europë, ku ofrohen më shumë se 98% e të gjitha interventeve kardiake për të cilat mund të ketë nevojë një pacient kardiopat. Dhe mbi të gjitha nuk është lënë asnjëherë më janë të çimi ideve profesionale tek ne specializantët. Faleminderit. E përmend këtë fakt sepse më duhet të përforcoj idenë që po, në Shqipëri mund të bëhesh një mjek i Zotit dhe një profesionist i suksesshëm në qoftë se ke vullnetin dhe dëshirën e mirë për të punuar për këtë synim. Unë besoj që çdo kontribut i dhënë për përparimin e shëndetësisë ose çdo fushë tjetër në vendin tënd të jep 10 fishin e shpagës emocionale dhe morale që do merrje në çdo vend tjetër të botës. Besoj gjithashtu që të ndërtosh një shtëpi nga themelet, një shtëpi tënde nga themelet, të cilën do kesh mundësi t'u lësh trashëgimni brezave pasardhës, është shumë herë më shumë e vlerë se sa të vendosësh një tjegull në shtëpinë që dikush tjetër ka ndërtuar për veten e tij dhe ta ka dhënë ty ta shfrytëzosh përkohësisht si një qiradhënës. Ky duhet të jetë lejtmotivi kryesor i çdo profesionisti të ri i cili vendos të bëhet pjesë e sistemit shëndetësor të një vendi në zhvillim si Shqipëria, që ka sfida të reja çdo ditë për të përballuar në mjeksi. Si përfundim, më lejoni ta përmbyll prezantimin tim duke ju falenderuar që më lejuat të besha pjesë e këtij paneli mjekësh të rinj, entuziast dhe optimist për të ardhmen, dhe mbi të gjitha më lejoni të kem nderin të ftoj zonjën Ogerta Manastirliu, Ministrën e Shëndetësisë, për fjalën e saj përshëndetëse. Faleminderit Rubin, faleminderit Gjanda, Bledi, Indrit, Alesia. Faleminderit që na dhuruat sot hapjen më të bukur që mund kishte ky kongres, për energjinë pozitive dhe mesazhet të cilat ngjallin shpresë dhe marrin vlerë, pikërisht se dalin nga goja e profesionistëve të rinj, të cilët kanë zgjedhur që misionin fisnik të shpëtimit të jetëve ta ushtrojnë në vendin e tyre, duke u bërë një burim frymëzimi për shumë kolegë tuaj të ardhshëm. I nderuar kryeministër, antar të kabinetit qeveritar, ministrat shëndetësisë Kosovës, Maqedonisë Veriut, Malizzi, deputet, ambasador, përfaqësues të organizmave kombëtare, ndërkombëtar, shumë të dashur, mjek, infermier e profesionistë të sistemit shëndetësor. Jam krenare që mbajmë sot për herë të parë Kongresin e Shëndetësisë, në një organizim të paprecedent që bashkon mbi 2000 të ftuar, politikbërës, ekspert vendas dhe të huaj, ofrues shërbimesh dhe profesionistë të shërbimeve të kujdesit shëndetësor. Qëllimi ynë është ndërtimi i një platforme interaktive komunikimi, sepse duam që shëndetësinë e të ardhmes ta ndërtojmë duke analizuar pikë së pari zhvillimet e deri më sotme. Si për shembull mësimet e krizave të njëpasnjëshme që na kanë goditur me një intensitet të rrallë dhe të rrallë parë në fakt histori, që nga tërmeti tek pandemia e tek pasojat e luftës tashmë 1 vjeçare në Ukrainë. Ashtu sikurse duam të shohim dhe të vlerësojmë praktikat më të mira të shëndetit publik para ndalimit të smundjeve, aksesin në shërbimin shëndetësor, problemet e shëndetit mendor, inovacionin, digitalizimin. Duam të gjejmë qasjet e duhura përballë sfidave që po ndeshet sot jo vetëm Shqipëria, por edhe rajoni dhe Europa, si për shembull zhvillime demografike, moshimi, mobiliteti i profesionistëve,
Të dashur kolegë dhe të ftuar, shëndeti si një e drejtë e të gjithëve dhe jo privilegj për disa. Aksesi, pa dallim, në një shërbim shëndetësor cilësor, pavarësisht nga vjen, pavarësisht statusit social dhe atij ekonomik. Janë këto parimet mbi të cilat është ngritur çdo politikë e qeverisë që në kryet herës. Po thuaj tashmë 10 vjet më parë, ne nisëm një rrugë që e dinim se do të ishte e gjatë. Duhej të rimëkëmnim sistemin shëndetësor, të vedishëm se po ngjisnim një malore të vështirë. Por të vendosur për ta çuar deri në fund këtë mision, edhe pse nuk i kishim menduar se rrugës do të ndeshnim një prej krizave shëndetësore më të mëdha që ka njohur bota. Por krizat mund të shfrytëzosh për të shndruar në mundësi. E në rastin ton, një krizë globale si ajo e pandemisë duhet ta shndronim në një burim shancesh për të forcuar hallkat e dobta të sistemit dhe për ta fuqizuar në tërësi atë. Tashmë një dekadë më parë, nëse i referohemi viteve se si e gjetëm shëndetësinë, mund ta perifrazoj në gjuhën e mjekësisë. Ne e gjetëm shëndetësinë si një të smur që lëngonte prej metastazave që kishin prekur çdo pjesë të organizmit saj. Ne duhej jo vetëm të bënim një ndërhyrje kirurgjikale të kompleksitetit lartë, por ishim qartë se do nevojitej gjithashtu edhe një periudhë e gjatë terapie dhe rimëkëmbje. Për ta bërë këtë, kishim vizionin e kryeministrit Rama, vullnetin për ta transformuar shëndetësinë dhe ç'është më e rëndësishmja, kishim dijet për kushtimin dhe profesionalizmin e mjekëve dhe infermierëve tanë. Sepse ky i juaj është ndoshta i vetmi profesion në botë ku dia, pushteti dhe zemra bashkëjetojnë dhe bëhen një. Sot, fal kontributit të gjithëve, ai pacienti që dërgjej pa shpresë vite më parë, është ngritur në këmbë, po ecën i sigurt, edhe pse kaloi të tjera trauma jashtë kontrollit tonë, siç ishte kriza e 2020-s. Këtu nuk jam duke thirrur se misionin e kemi përfunduar, përkundrazi, mendoj se rruga që kemi përpara mund të jetë më e gjatë se ajo që kemi lënë pas. Ato që do bëjmë për të përsosur sistemin janë me siguri shumë më tepër se ato që kemi bërë. Dhe unë do të kërkoja mirëkuptimin tuaj për të bërë një bilanc të këtyre të fundit, jo thjesht të arritjeve, por mbi të gjitha të mësimeve që kemi nxjerrë. Kryefjala e çdo ndërhyrje që ne kemi bërë në sistemin shëndetësor ka qenë një dhe vetëm një: mbulim shëndetësor universal. Ky vizion ka qenë ombrella në të cilën janë zbatuar shumë prej politikave tona me qasjen qytetari në qendër të sistemit. Bëm të mundur që 600.000 qytetarë të pasiguruar të përfitojnë pa pagesë vizitat në sistemin parësor dhe të kenë akses në barnat falas për sëmundjet kronike. 410.000 qytetarë me sëmundje kronike përfitojnë barna të rimbursueshme me një buxhet për 11.4 miliard lekë. Siç premtuam, fishat për matjen e diabetit për të moshuarit mbi 65 vjeç, sot rimbursohen nga shteti. Me politika të orientuara drejt parandalimit të sëmundjeve, financojmë programe të depistimit apo diagnostikimit të hershëm për kancerin e gjirit, kancerin e qafës mitrës dhe atë kolorektal. 2.620.000 kontrole mjekësore falas janë realizuar për qytetarët e grup moshës 35-70 vjeç, duke mundësuar kapjen dhe trajtimin e hershëm të sëmundjeve me prevalencë lartë, siç janë diabeti, hipertensioni apo probleme malinje të gjakut. Për herë të parë, për mbi 260.000 fëmijë në shkolla, kemi përfshirë programet e depistimit të shikimit dhe shëndetit oral. Kalendari kombëtar i vaksinimit është zgjeruar me vaksinat e rotavirusit dhe prej nëntorit të vitit shkuar, mbi 15.000 vajza vaksinohen çdo vit falas kundër HPV-s, duke zgjeruar shanset e prekjes nga kanceri i qafës mitrës. Një pjesë domethënëse e burimeve, por edhe përpjekjeve tona, ne kemi orientuar tek rimëkëmbja e sistemit parësor. Ndërtuam dhe rikonstruktuam 340 qendra shëndetësore dhe ambulanca. Infrastruktura e përmirësuar në kujdesin parësor na solli gjithashtu edhe një moment të ri
për sa i përket standardeve dhe cilësisë, duke akredituar 260 institucione që ofrojnë kujdes shëndetësor, e duke mundësuar kështu dhe shtimin me shërbime të reja, sikurse janë ato të kujdesit në banesë apo kujdesi socio-shëndetësor, duke adresuar problemet e shëndetit mendor me psikolog dhe punonjës social të dedikuar në strukturat tona të kujdesit parësor. Nëpërmjet investimeve në vazhdim në urgjencën kombëtare mjekësore, mundësuam përgjysmimin e kohës së mbritjes së ambulancës në vendngjarje, duke vendosur një standard të ri fal investimeve në sistemin unik të thirrjeve, por edhe flotës së mjeteve e cila shtohet dhe rinovohet çdo vit. Kemi investuar në të paktën 15 spitale dhe 5 maternitete të reja, që mundësojnë marrjen e shërbimeve në kushte moderne. Edhe për pak ditë hapim dyert e spitalit të ri të sëmundjeve të brendshme, një strukturë të jetë moderne ku qytetarët do të marrin super shërbime. Nuk do të jetë i pari. Në kushte moderne po ofrohen tashmë shërbimet për qytetarët në spitalin infektiv, spitalin kirurgjikal, në spitalin pediatrik në QSUT, maternitetin e Korçës, Beratit, Lezhës, spitalin Bashkiak Laç, spitalin pediatrik Durrës, spitalin pediatrik dhe urgjencën patologjinë Elbasan, spitalin memorial dhe ato të Kukësit. Nuk do të jetë as i fundit. Investimet tona po vijojnë në maternitetin Mbretëresha Geraldin, spitalin e Mirditës, spitalin e kardiokirurgjisë, spitalin e Dibrës, spitalin e Krujës, spitalin e Lezhës. Të gjitha këto pjesë e planit kombëtar spitalor, që e miratuam përpara pak ditësh në Këshillin e Ministrave, zbatimi i të cilit do të sjellë fuqizimin e 4 poleve dhe qendrave të ekselencës për shërbimet specialistike, nga trajtimi i sëmundjeve kardiovaskulare, onkologjike, kirurgjikale, pediatrike e deri tek shërbimet anestezi reanimacionit apo obstetrik ginekologjisë. Të gjitha të ngritura me parimin e shërbimeve pranë vendbanimit. Në sistemin spitalor, fal partneriteteve publike-private, është zgjeruar shërbimi laboratorik, duke rritur ndjeshën gamën e analizave dhe duke siguruar një volum me më shumë se 4 milion analiza në vit, falas për qytetarët në shërbimin spitalor. Ndërsa me shërbimin e integruar në njësitë e sterilizimit dhe instrumentave kirurgjikale, kemi përgjysmuar infeksionet post-operatore, duke garantuar për që në të njëjtën linjë me politikat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për luftën kundër antibiotiko-rezistencës. Sot, fal paketave të ofruara, qytetarët mund të kryejnë dializën pranë vendbanimit, të moshuarit të përfitojnë falas paketën e kataraktit, ndërsa fëmijët me probleme të thella të dëgjimit të mundet që të përfitojnë falas ndërhyrjen nëpërmjet implantit koklear. Investimet në teknologji dhe pajisje dhe edukimi në vazhdim i profesionistëve do të sigurojnë shërbime të reja në sistemin tonë shëndetësor, si qendra e parë publike e fertilizimit in vitro, transplanti i palcës kockës dhe trajtimet e veçanta dhe specifike për insultet cerebrale, puna për të cilët ka nisur. Nuk dua këtu të lë pa përmendur sistemin shëndetësor jo publik, me ofruesit e shërbimeve si nxitës, komplementues dhe motivues të zhvillimeve në mjekësi, duke hapur shtigje të reja siç është qasja në tregjet e turizmit mjekësor. Një nga mësimet që na dha kriza e pandemisë ishte se duhet të shumëfishojmë përpjekjet për të forcuar burimet njerëzore. Se pak vlen ndërtimi, rindërtimi i spitaleve apo edhe pajisja me teknologji të re, në qoftë se nuk fuqizon burimet njerëzore. Të dashur profesionist të shëndetit. Jo vetëm për shkak se tashmë u bën vite që punojmë me ju, por unë jam një nga ata njerëz që besojnë atë shprehjen që jo të gjithë ëngjëjt kanë krah, disa kanë stetoskop. Por fjalët e mira nuk mjaftojnë dhe ne këtë e dim. Prandaj kemi shoqëruar gjithmonë me akte konkrete të mbështetjes financiare dhe profesionale, duke mbajtur zotimet tona. Nga piknisja rritëm me 63% pagat e stafeve mjekësore, aplikuam bonusin e mjekëve të cilët punojnë larg vendbanimit, ndërsa jemi zotuar të vijojmë rritjen e pagave për profesionistët e shëndetësisë.
Reforma spitalore me modelin e ri të autonomisë do të mundsoj më shumë incentiva financiare për mjekët nga pagesat për performancë tek praktika dyfisha. Po adresojmë në dinamik sfidën e mobilitetit të personelit shëndetësor. Një sfidë që ka prekur jo vetëm vendet e rajonit, por edhe vendet europiane, me synim mbajtjen e profesionistëve në vend dhe zhvillimin e programeve për përthithjen e profesionistëve që sot punojnë jashtë vendit. Të përfshira këto si pjesë e planit të masave për zhvillimin e burimeve njerëzore 2030, në mënyrë që të kemi mundësi të plotësojmë nevojat për të ardhmen me profesionistë shëndetësor. Përballë kësaj sfide, pra sfidës mobilitetit, ne ja kemi dalë që të ruajmë ekuilibrin, falë specializimeve që kemi hapur çdo vit dhe përmes tyre kemi të bërë të mundur që më shumë se 400 profesionistë, specialistë të mundet të atashohen pranë spitaleve tona rajonale. Por sot ka një të vërtet tjetër, më shumë se kur, zhvillimi i burimeve njerëzore lidhet me inovacionin dhe teknologjinë dhe digitalizimin, që veprojnë si katalizator të domosdoshëm për rritjen e aksesit në kujdesin shëndetësor, për mirësimin e rezultateve për pacientin, uljen e kostove dhe rritjen e kapaciteteve të mjekëve për të bërë punë shkencore dhe kërkimore. Eksperienca e viteve të fundit ka dëshmuar se shërbimet digjitale kanë ndihmuar në shpejtimin e ritmeve të reformës në shëndetësi. Me shembull konkret që nga receta elektronike dhe deri tek menaxhimi i informacionit spitalor që jemi duke shtrirë në spitalet rajonale. Por duke qenë një ambient ky profesionistësh, ekspertësh të fushës, kam bindjen se janë disa pyetje që ju me të drejtë mund t'i ngrini, si për shembull, po mirë, çfarë kanë sjell këto investimet mëdha në shëndetësi? Çfarë ka sjell investimi tek mjekët që punojnë në spitalet tona rajonale, pajisjet e reja? Në fund ditës, a kanë ndryshuar, a kanë përmirësuar treguesit makro të cilësisë, kujdesit shëndetësor dhe shëndetit të popullatës? Fakt është që Shqipëria ka jetëgjatësinë mesatare më të lartë në rajon. Kemi reduktuar ndjeshëm fatalitetet foshnjore dhe amtare dhe kemi një mbulim të mirë të kujdesit prenatal. Ne, me mbulimin vaksinal të fëmijëve mbetemi në vendet e para. Shqipëria, falë reformave dhe politikave të ndërmarra për parandalimin dhe kapjen e hershme të sëmundjeve jo të transmetueshme, është në rrugën e duhur për arritjen e objektivit për reduktimin me 1/3 të fataliteteve të parakohshme në 2030. Janë këto disa tregues që na bëjnë optimist që rritja e qëndrueshme e financimit publik për shëndetësinë, investimet në çdo hallk të sistemit, mbështetja dhe fuqizimi i burimeve njerëzore dhe puna jone përbashkët për të përmirësuar cilësinë e kujdesit shëndetësor, po sjellin rezultatet e pritshme për shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve. Në fund, dua që t'ju kërkoj me përulje mirëkuptimin tuaj. Se renditja e të gjitha fakteve që përmenda nuk është një përpjekje për të nxjerrë në pa një listë suksesesh. Aq më tepër nuk do ta bëja këtë me shumicën këtu prej jush dhe me ju që ju kam përballë, se s'besoj që ka nevojë t'ju a them unë se cilat ishin dhe cilat janë kushtet ku e ushtroni profesionin tuaj. Por këto janë prova që ne kemi vullnetin për të ndryshuar sistemin me rënjë. Dhe nuk kemi mbaruar, tashmë jemi futur në një fazë të re. Në një fazë ku ritmi duhet të jetë më i shpejtë, vendosmëria më e madhe dhe cilësia më e lartë. Në një fazë të cilin e nisëm me vetdijen e plotë se probleme dhe halle për të zgjidhur ka plot. Se disa prej sfidave që ne na presin mund të jenë edhe më të mëdha se ato që kemi lënë pas. Por më lejoni këtu, në mbyllje, të falenderoj nga zemra të gjithë profesionistët e shëndetit, të cilët i kanë dedikuar jetën kujdesit për tjetrin, veçanërisht në kohra të vështira si ato që kemi kaluar së fundmi. Ne vazhdojmë t'ju kemi dhe do t'ju kemi gjithmonë një bord mirënjohjeje. Duke uruar punimet mbara kongresit ton të parë të shëndetësisë, mbetem me bindjen se diskutimet dhe idetë që do trajtojmë në këto ditë do t'jenë një kontribut i rëndësishëm
për hartimin e politikave për shëndetësinë që duam të kemi. Faleminderit të gjithëve për angazhimin dhe më lejoni të ftoj kryeministrin në fjalën e tij të hapjes. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Sot do mbaj një fjalë më të shkurtër se sa ministria. Besoj që këtu ministria tha gjërat më me rëndësi dhe ju jeni mbledhur për të diskutuar gjëre gjatë për të gjitha tjerat dhe nuk keni nevojë për një fjalim të gjatë nga ana ime. Spari, më lejoni që nga zemra t'ju falenderoj ju dhe të falenderoj të gjithë bluzat e bardha, të gjitha kategorive për mundin, për kushtimin dhe për rezultatet e arritura në një fush e cila çdo ditë ju përball me domosdoshmërinë për të garantuar jetën dhe shëndetin e njerëzve tanë. Dhe është gjëja më e rëndësishme në të gjitha gjërat që përbëjnë këtë fush kapitali njerëzor. Dhe unë duhet flas vetëm për kapitali njerëzor. Besoj se sot kemi të gjitha arsye të themi se kemi një kapital njerëzor në fushën e shëndetësisë shumë të qëndrueshëm, shumë më të mirë trajtuar dhe pa diskutim edhe shumë garanci për të sotme dhe për të nesërme. Dhe faktikisht në kushtet kur një garë shumë frenetike ndërkombëtare ka hyrë në një fazë shumë të edhshme për të garantuar në të gjitha vendet, përfshirë dhe vendet më të zhvilluara, kapitali njerëzor në funksion të shëndetit, bëhet edhe më sfiduese për ne që të jemi konkurrues dhe që të jemi në lartësinë jo vetëm të sfidave të brendshme, por edhe të kësaj sfide të përgjithshme ndërkombëtare. Sepse të gjitha vendet, duke filluar nga ato më të zhvilluarat, kanë hyrë në një fazë kur nevoja për të siguruar personel shëndetësor, nevoja për të siguruar kujdes shëndetësor, po bëhet gjithmonë më therrse, edhe si rezultat i plakjes së popullsive, posaçërisht në vendet më të pasura, dhe i rritjes së kërkesës për kujdes shëndetësor dhe social. Nga ana tjetër, ne e dim shumë mirë se nga vim, edhe nuk ka nevojë që t'i përsëris unë këtu, por duke ditur shumë mirë dhe se ku duam të shkojmë, jemi të detyruar që të shtyjmë shumë më me forcë përpara, flas për sa i përket vendimarrësve, flas për sa i përket politikë bërësve, në funksion të refuqizimit dhe të garantimit të kapitali njerëzor. Dhe ky kapital njerëzor ka nevojë për arsimim, ka nevojë për edukim,
ka nevojë për punësim sipas meritës dhe ka nevojë për kushte pune dhe për pagë dinjitoze. Nëse marrim arsimimin, besoj që mund të themi se kemi ecur në mënyrë pozitive përpara. Sot kemi një sistem të arsimimit të bluzave të bardha, i cili në një farë mënyre e ka marrë vulën e cilësisë nga fakti që të arsimuarit në vendin tonë mirëpriten me krah hapur edhe në vendet më të zhvilluara. Pavarësisht se duhet kalojnë aty në për disa procese konvertimesh, por është shumë e qartë që edhe puna e bërë atje nga mjekët dhe nga infermierët ka krijuar një reputacion pozitiv. Kjo është sigurisht në nderin e mjekëve dhe të infermierëve, por është një problem më shumë për ne. Sidoqoftë, kur vjen puna tek arsimimi, ne kemi arsye të jemi krenar për punën e Universitetit të Mjekësisë, për punën e trupës pedagogjike dhe për punën e përbashkët të të gjithëve, duke filluar nga provimet deri tek specializimet. Nga ana tjetër, sot ne jemi përpara një problemi që duhet të adresojmë dhe duhet të zgjidhim në mënyrë të ndershme. Arsyeja pse shtetet financojnë dhe investojnë me të gjitha mënyrat e mundshme për ta bërë sa më të lehtë procesin e studimeve dhe të formimit të mjekëve dhe të infermierëve, është për të garantuar shëndetin e popujve të tyre. Dhe në kushtet e sotme, rezulton e pamundur që shteti shqiptar, taksapaguesi shqiptar, mundësitë e cilëve nuk janë pakufizuar, ndërkohë që nevoja dhe detyrimi për të dhënë një shërbim shëndetësor, cilësor, njësoj si kudo tjetër, nuk mund vihet në diskutim, të paguajnë nga 16 pjesë të financimit të studimit të një mjeku. Pra, sot, studentët e mjekësisë paguajnë 1/16 e kostos reale. Dhe këtë gjë, shteti e bën, duke marrë në konsiderat një sër faktorësh që nuk ka nevojë të rëndistu. Por ma shteti nuk e bën këtë, dhe taksapaguesit shqiptarë nuk paguajnë për këtë, që ditën që mbarojnë studimet dhe marrin diplomën e mjekut, ata të cilët financohen nga ky buxhet dhe nga kjo sakrificë, të ikin dhe të shërbejnë në Gjermani. Shteti shqiptar nuk financon studimet për sistemin shëndetësor gjerman. Dhe ky është i problem, të cilin shumë vende e kanë adresuar dhe që ne ka ardhur koha të adresojmë. Nga ana tjetër, është aspekti i edukimit. Nuk mjafton të kesh kryer një shkollë dhe të kesh përmbushur të gjitha detyrimet e tua në aspektin teorik për të konsideruar një mjek. Por duhet edhe aspekti praktik, dhe jo thjesht i praktikës së përditshme profesionale, por dhe i asaj praktike që farkton njeriun, që farkton misionarin, pasi profesioni juaj nuk është një profesion si gjithë tjerët. Mjeku nuk është inxhinier, nuk është mekanik, nuk është as agronom. Dhe në këtë aspekt ka vend për reflektim përpara dorëzimit diplomës.
Pastaj vjen punësimi sipas meritës dhe mua më vjen jashtëzakonisht mirë që sot ne mund të themi se e kemi garantuar edhe shkollimin sipas meritës dhe së bashku me rektorin dhe me Universitetin Ministria e Arsimit po përgatit një formulë të re për ta thelluar meritokracinë në pranimin e studentëve, duke ju dhënë një shans ekstra në provim për të qartësuar diferencat e presjeve dhjetore që janë diferenca që burojnë nga fakti që të gjitha ata që shkojnë mjekësi janë në zonët shkëlqyer dhe po kështu për specializimet, pas mbylljes absurde për 4 vite që akoma sot e gjithë ditën unë nuk e kam marrë vesh se nga çfarë ideje buroi, ne sot prej kohësh kemi specializime në mjekësi që janë pas një kontestim. Dhe po ashtu për punësimin. Për gjatë vitit 2022 janë punësuar në spitalet publike 335 mjekë përgjithshëm dhe specialist dhe 950 infermierë teknik shkencash mjekësore. Duke plotësuar nevojat e sistemit, por duke kaluar përmes një kanali punësimi i cili është tërësisht transparent dhe tërësisht i bazuar në meritën, një kanal punësimi që ka garantuar qysh për vitit 2018 që mbi 5500 mjek dhe profesionistë shkencave mjekësore të futen në sistem në vendin e tyre. Askush në vendin e dikujt tjetër. Dhe patjetër që kjo është e rëndësishme. Shumë e rëndësishme është edhe pjesa e kushteve. Një nga arsyet kryesore, besoj, që e mban ose e lëshon një profesionist në një punë e cila lidhet me logjistik, e cila lidhet me aparatura, e cila lidhet me mjete edhe shumë të shtrenjta, është pikërisht çfarë kushtesh ka në vendin e punës. Dhe sot, kushtet në vendin e punës për mjekët dhe infermierët, duke filluar nga qendra spitalore universitare në Tereza dhe deri te qindra qendra shëndetësore për Shqipëri, janë pakrahasimisht më të mira se sa dje dhe janë plotësisht të njëjta me ato që janë në vendet e zhvilluara të Evropës. Dhe patjetër, në fund fare, të gjitha këto lidhen tek shpërblimi, tek paga, apo jo. Sepse gjithkush nga ju ka të drejtë që ndërkohë që unë flas thotë po, gjitha këto janë të vërteta, po Gjermoni është Gjermon edhe ne jemi shumë mbrapa. Dhe ne i kemi rritur pagat, është e vërtet, nga 2013 me 63%. Por jemi shumë të vetëdijshëm që kjo nuk mjafton, dhe ndërkohë që gara bëhet gjithmonë e më e ethshme, ne na dikton që ne të shpejtojmë. Sepse siç ju e dini, dhe ju e dini më mirë se të tjerët, jeta është ajo që ndodh kur ne jemi duke bërë plane të tjera. Dhe autonomia spitalore është një mekanizëm i ri i cili ka filluar tani të testohet në spitalin Memorial dhe i cili do të krijojë më në fund mundësinë që të ketë në sistemin ton shëndetësor paga më të mira, por jo të barabarta, që do të thotë autonomia do t'ju rrisë pagat atyre që punojnë më shumë, atyre që bëjnë më shumë operacione, atyre që bëjnë më shumë vizita, e kështu me radhë siç janë të gjitha kushtet e autonomisë, po ndërkohë ne duhet garantojmë një pagë shumë më dinjitoze, tavan. Dhe unë sot duhet ju them se në prill, në këtë prill, jo në prillin e vitit tjetër, dhe jo në 1 prill, po në 30 prill, mjekët specialist do të fillojnë të marrin 50.000 lekë të reja plus në pagën e tyre.
e përsëris janë të reja, do me thënë janë $500 në muaj plus, do me thënë janë $6.000 në vit, nëse aritmetika ime është sakt, dhe do me thënë janë nga muaj prill. Ndërkohë që do të majmë zotimin për rritjen 7% pagës për mjekët e përgjithshëm dhe për infermierët, shpresoj që mjekët specialistë mos ta kërkojnë dhe 7% mbi 50.000 lekshin. Dhe në ndërkohë edhe mjekëve të përgjithshëm dhe infermierëve ju them se ne po përgatisim rritje proporcionale me këtë të mjekëve specialist dhe besoj shumë që në hyrje të 2024 do të kemi edhe për mjekët e përgjithshëm dhe për infermierët një rritje të ngjashme dhe më në fund nëse në prill ne me pagën për mjekët specialist ngjitemi lart në pagat e rajonit dhe faktikisht barazohemi me Serbinë, të njëjtën gjë do të bëjmë edhe me pagat e tjera pa diskutim brenda këtij mandati, por kjo është lufta ime dhe Ogertës me Ministrin e Financave, mundësisht duke filluar nga 2024. Besoj që kjo fjalë e fundit nuk ka nevojë për të shtuar me fjalë tjera dhe ja u bën kongresin më të ëmbël, edhe qëndrimin këtu sa do të gjatë më të rehatshëm, sepse kështu do shtyni ditët deri kur të merrni 50.000 lek plus mbi pagën. Faleminderit shumë. Ju lutemi qëndrojmë ulur, seanca e parë plenare nis me njëherë. Ju lutem qëndrojmë ulur, seanca e parë plenare fillon me njëherë.